Janë 2 të tjera komplet. Po nejse, nuk e di si të është hapur ty. OJF-ja e mirë. Po. Ishte edhe një tjetër që ka çu për Berlinin dhe Ramën, se si. Po pra Berlinin e lexova. Po, ti ke lexuar një version të shkurtër, të gjatë tjetër, unë të paraqes një dokument tjetër tani shumë të rëndësishëm, që është një autor që do të shpjegojë ty ishun në Epstein në një format sorosian, se si funksionon gjithë botën. Çfarë libri? Ke marrë librin aty? Do të lexoj diçka, se ma dha për ty. Mysaferi. Kishte bërë një gjetje shumë bukur kur pyetën për Nën Terezën, prandaj po nëse kthehemi këtu. Unë do i lexoj sot një shkrim që ka bërë një autor që njeh FOJQ. Dhe unë si një person që sa i njoh pak kush i njeh në Shqipëri, prandaj njoh Sorosin mirë, do u lexoj dhe autori është Paul Dragos Aigica. Ky autor është profesor i qeverisjes në Universitetin e Bukureshtit. Ta lexoj unë avokat. Okej. Prej vitit 2023 është antar i Akademisë së Europës. Ky person ka bërë një bombë që unë mendoj që është një kryeveprat që degeneron gjithë pushtetin 35 vjeçar të këtyre në botë. Lexoa. Atëre, titulli quhet OJF-ja e mirë. Rasti i Epstein ka nxjerrë në pa një mekanizëm të vjetër, por rrallë të diskutuar hapur, kurthin e mjaltit. Një teknik kompromisi dhe kontrolli me anë të së cilës njerëz me influencë joshen qëllimisht në situata të palishme ose thellësisht komprometuese të dokumentuara sistematikisht në mënyrë që më vonë të mund të shantazhohen, të kontrollohen ose të neutralizohen. Le ta shfrytëzojmë rastin, ndërsa publiku duket të interesuar për këto mjete dhe teknika për të sjellë një mjet tjetër nga i njëjti set mjetesh. Më pak e dukshme, por po aq efektive vepron OJF-ja e mirë. Nëse kurthi i mjaltit shfrytëzon dobësitë private, OJF-ja e mirë shfrytëzon kapitalin moral të kauzave fisnike. Në maskën e altruizmit dhe të shoqërisë civile, ajo funksionon si një mekanizëm i influencës dhe i kontrollit politik indirekt, mekanizëm i vështirë për të sfiduar pikërisht, sepse është legjitimuar nga virtyti. OJF-ja e mirë, faza e parë, krijimi. OJF-t krijohen me qëllime moralisht të pameta, mbrojtja e mjedisit, e kafshëve, e fëmijëve, të drejtave, e përfshirjes, e të mirës publike, e bla bla bla. Formalisht to janë entitetet shoqërisë civile, në realitet ato kontrollohen operacionalisht nga prapa prej një entiteti krijues. Prandaj mbijetesa dhe suksesi i tyre anormal në një sektor që ndryshe do të shënohej nga dështimi dhe braktisja. Faza e dytë, legjitimimi publik. OJF-ja dhe barqet e imazhit të saj ngrihen në dukshmëri kombëtare. Bëhen prani të përsëritura mediatike. Kapitali i besimit rritet me shpejtësi, janë të painteresuara, jo fitimprurse, në anën e të mirës, kritika ndaj tyre bëhet pothuajse e pamundur. Faza e tretë, hyrja në polemika publike. OJF-ja fillon të ndërhyjë në çështje publike të ndjeshme dhe të diskutueshme. Pozicionet paraqiten si morale, shkencore ose humanitare, jo politike. Legjitimimi i akumuluar funksionon si mburoj. Faza e katërt, politizimi indirekt. OJF-ja përmes barzëve të imazhit të saj fillon të sugjerojë politika publike, drejtime operacionale dhe opsione konkrete politike, duke ruajtur fiksionin e neutralitetit qytetar. OJF-ja ose i ashtuar përfaqësues i ngritur në platformën e saj bëhet maja e heshtës e fushatave propagandistike dhe masave aktive. Faza e 5. Transferimi i personelit nga platforma e OJF-s. Lançohen figura të reja, të pastra, të shoqërisë civile, të cilat hynë në politikë ose administrat. Operacioni arrin pjekurin, elita politike të ngritura artificialisht me kapital moral dhe profesional të parafabrikuar. Çelësi mekanizmit, në cilën fazë vepron i njëjti refleks frenues. Si mund t'i kritikosh njerëzit që bëjnë mirë? A nuk e sheh çkauz të pastër mbrojnë? Ky refleks është pikërisht instrumenti kryesor i manipulimit. Këtë nuk e gjeni në asnjë vend tjetër. Tani le të hedhim një vështrim tërësor. Deri më tani kemi ndjekur funksionimin e një entiteti të vetëm, një OJF-je të mirë, në thonjza. Pyetja thelbësore është: çfarë po ndodh kur nuk kemi më një rast të izoluar, por një sistem të tërë, një rrjet të shtrirë në nivelin e shoqëria? Përgjigjja është relativisht e thjeshtë. Një infrastrukturë paralele e influencës politike shfaqet në nivelin shoqëror ose kombëtar. Dimensioni i qytetar dhe jo qeveritar është kapur nga dera pasme dhe është ndëruar në një mekanizëm që vepron sipas parametrave të parapërcaktuar si burim strategjik për manipulim, devijim dhe propagandë në hapësirën publike dhe njëkohësisht si forcë politike indirekte në hapësirën e vendimarrjes.
Shoqëria civile pushon si qenëri një korrigjues spontan, plural dhe organik dhe bëhet një sistem i koordinuar me mesazhe të sinkronizuara, tema të përsëritura, bartës imazhesh që riprodhohen her pas here, si dhe me një kapacitet të jashtëzakonshëm për të imponuar agenda, për të bllokuar debate dhe për të delegjitimuar çdo formë opozite. Le ta amplifikojmë imazhin, t'i shtojmë edhe mas mediat e të njëjtit lloj, intelektualet publik, influencerët, influencuesit, ekspertët, një rrjet i tërë transsektorial, pushtet politik real i ushtruar pa përgjegjësi politike formale, ndikim masiv pa një mandat demokratik dhe kolonizim gradual i hapësirës publike nën maskën e mirësisë, neutralitetit dhe virtytit qytetar. Funksionet operacionale. Për të kuptuar funksionimin e një sektori të parafabrikuar dhe të kontrolluar politikisht të OJF-ve, është e nevojshme të shohim atë si një entitet funksional me role të përcaktuara mirë. 1A. Rezervë personeli. OJF-t funksionojnë si fidanishtet të personelit politik dhe administrativ. Aktorët e arshëm politik zgjidhen, trajnohen, testohen dhe legjitimohen publikisht, po u ekspozuar ndaj rreziqeve të konkurrencës së drejt për drejt demokratike. Trupa goditse. Rrjeti i OJF-ve mund të aktivizohet shpejt për presion të koordinuar publik, protesta, letra tapura, apele morale, skandale mediatike, ndërhyrje të shpejta të sinkronizuara me paraqitje spontane. Tryez manovrimi, mobilizimi i kontrolluar i vullnetarëve, i mbështetësve dhe i publikut i gjerë për të amplifikuar artificialisht temat caktuara, duke krijuar përshtypjen e konsensusit ose urgjencës morale. 4. Aparat propagande. Prodhim dhe shpërndarje narrativave, kornizave interpretuese dhe gjuhës normative, çfarë është e pranueshme, çfarë është toksike, çfarë është e frekuentueshme, çfarë nuk diskutohet. Legitimiteti moral zvendçon analizën kritike. Instrumenti masave aktive. 5. OJF-t përdoren për ndërhyrje indirekte dhe legjitimimi kundërshtarëve, fragmentimi i opozitës, testimi e reagimeve publike, ndikim në vendime pa angazhim formal politik. 6. Mjeti fushatave publike. Kryerja e fushatave tematike me ndikim të lartë emocional të paraqitura si qytetare ose humanitare, por të parafruara strategjikisht me objektiva politik dhe ideologjik. Thelbi i mekanizmit, pushtet politik real i ushtruar përmes mbulesës pa përgjegjësi politike, në mbulesën e smirës publike dhe neutralitetit qytetar. Si ta kuptojmë që një shoqëri ka rënë viktimë kapjes? Kapja sigurisht mund të kryhet nga aktorë të ndryshëm dhe përmes strukturave të ndryshme me interesa dhe objektiva të ndryshëm. Pyetja e rëndësishme nuk është nëse ekziston influenca, por kur kjo influencë dëshmon praninë e entiteti koherent dhe të koordinuar, të llojit të shtetit paralel ose të rrjetit ndërkombëtar. Përgjigjja mund të formulohet prej një rrethane të thjesht statistikore. Ekziston një mjet heuristik relativisht elementar. Nga një këndvështrim statistikor, shoqëria civile duhet pasqyrojë grosso modo, pra në plan të madh, shpërndarjet normale të opinioneve, të vlerave dhe të pozicioneve që ekzistojnë në shoqërinë reale. Në një shoqëri funksionale opinionet janë të shpërndara, pozicionet janë të larmishme dhe konfliktet janë dukshëm sheshit. Konsensusi i gjerë është i rrallë dhe zakonisht shfaqet vetëm për çështje vërtet themelore. Pluralizmi, fërkimet dhe mosmarrveshjet nuk janë mos funksionime, por shprehje të natyrshme të një strukture shoqërore të shëndetshme. Sinjali i alarmit shfaqet kur sektori veçpallur qytetar bëhet në mënyrë anormale, homogjen, ideologjikisht i përafruar në mënyrë të përsosur për nga narrativa dhe i sinkronizuar në mënyrë refleksive në momente krize, kur të njëjtat tema, të njëjtat formulime dhe të njëjtat pozicione shfaqen njëkohësisht, pavarësisht nga konteksti, përgjatë linjave të parapërcaktuara të propagandës. Në këtë pikë, shoqëria civile pushon si qenuri pasqyrë e shoqërisë reale dhe bëhet një shtrembërim statistikor. Një fushë duhet të kishte ndjekur një shpërndarje normale, në të vërtetë funksionon si një shpërndarje e cunguar dhe e drejtuar. Në përfundim, kurthi i mjaltit dhe OJF-ja e mirë duken instrumente të ndryshme, por ato i përkasin të njëjtit set mjetesh. E para vepron nëpërmjet kompromisit dhe shantazhit duke përdorur dobësitë private për kontroll të drejtë. E dyta vepron nëpërmjet kapitalit moral dhe legjitimimit publik duke përdorur kauza fisnike për ndikimin direkt dhe pushtet politik pa mandat. Greta Thunberg. Ndryshimi qëndron te metoda, ngjashmëria te funksioni. Të dyja anashkalojnë mekanizma transparent të demokracisë, të dyja prodhojnë pushtet pa llogaridhënie, të dyja funksionojnë në mënyrë efektive pikërisht sepse fshihen, njëra në zonën e tabus, e tjetra në zonën e shtypit. Në zonën e virtytit. Dallimi në stil nuk e ndryshon thelbin. Janë instrumente përplotësuese të njëjtit lloj operacioni, kontroll shoqëror dhe influencë politike dhe ekonomike jo demokratike. Me mjete të tërthorta,
i vështirë për të kundërshtuar dhe më i vështirë për të ekspozuar. Kjo është fund. A lexuat me vëmendje në mendjen tuaj se sikur po fliste për Erion Velin me mjaftin, Edi Ramën me Fondacionin Soros, Adriatik Lapajn, Endi Shabanin, Arlind Qorin me shoqatat e tyre. Këtu është thelbi i çështjes që ky burr ka strukturuar shkurtimisht qartë, me gjuhë thjesht që ta kuptoj Mileti se çfarë thelbi është gjithë kjo shoqëri civile dhe si funksionon të njëjtat parametra. Ajo që bën të veçantë shumë Epsteinin këtë rast, dikush është ka të bëjë me fidanët e rinj që mbjell kjo shoqëria civile, që duhet kalojnë nga dera e Epsteinit, nëse duan të jenë ke dera e elitës që menaxhon Davosin dhe gjithçka tjetër para ti dhe pas ti. Dhe do ju kujtoj Donald Trumpin që vati në Davos për të hudhur në erë të gjitha agjendën e tyre, nga aja ke zhëja, po me njerëz të tyre, siç ishte Beset, që është ish partneri i Sorosit dhe sot është shefi thesarit Donald Trumpit, se si aja u tha që nuk do hani më buburreca, nuk do hani më larva, nuk do keni asgjë që t'jeni të lumtur, nuk ka më pralla me ngrohjen globale për shkatru industrit, sepse thelbi i çështjes është që OJF-t kanë qenë mjeti kryesor i kësaj agjende për të gëlltitur elitat politike dhe për të prodhuar surrogacin e tyre në pushtetin politik. Rasti i Shqipërisë, në atë që lexoj Shpendi, është rasti më tipik. Edi Rama, Erion Velia, Adriatik Lapaj, Endi Shabani, Arlind Qorri, mos u habisni, lexoni dhe Erteksin, vendosni fotografitë e tyre anësh dhe do qeshni kur ta lexoni, futuni ke #.al ose futuni ke profili i mikut ton Abion Hasani, se e ka nxjerrë aty share postim, po unë i çova pa dashje një shkrim akoma dhe më të mirë që ka të bëjë me faktin se si gjithë Europa tashmë është kundër Ramës dhe ai mezi pret shkojnë në Vatikan që të bëjnë ndonjë fotografi. Ka vajtur me. Po, e kisha këtë kuptimin. Jo, e kisha këtë kuptimin. Mezi presi që të tregojë lloj legitimiteti ndërkombëtar, se atje ja kanë vënë vizën të gjithë. Ja kanë vënë vizën Gjermania e para. Dërgoni donacione. Mos ta heqin vizën e ne. Dhe shkrimi i Abion Hasanit shpjegon se si ai në Evropë sot është përballë një Evropë të tërë dhe klysht e Sorosit nuk mund ta shpëtojnë dot. Ndaj dhe ai po përdor legitimitetin politik të zogjve të tjerë qyqe Soros për të mbijetuar edhe pazarin e ndyrë që ka me opozitën, që kjo opozitë të mos ketë mundësi të jetë aktive, duke qenë një varr politik i një partie që ka qenë dikur në pushtet dhe sot është vetëm një kufam, me atë leadership që ajo ka përzgjedhur dhe në 11 maj e realizoi komplet objektivin e Ramës, që t'ishte grupi më i dopt, më i rëndomt, pa pikën e legitimitetit politik për të përfaqësuar opozitën në Shqipëri dhe për të prodhuar zogjtë e qyqe Sorosit, Tiku Sorosit, Arlindi Soros, këto me radhë, të cilët janë thjesht separatizmi, jo separatizmi, do përdoja fjalë tjetër, fragmentarizimi total, ku të gjithë janë Sorosit. Që asnjë alternativë të mos funksionojë që të rrezosh një regjim të Sorosit, që sjellësh një regjim prapë të Sorosit. Ky shkrim ishte i rëndësishëm për shkak të strukturës analitike që kishte bërë autori. Nuk e di, mund të ishte edhe rumun, më gabova unë që thash kroat ose bosnjak, se u thellova pak tek ai, u thellova më shumë tek teksti i shkrimit. Po ky është gjithë kuptimi.